Ligji për përfaqësim të drejtë ishte temë për debat në seancën e sotme për pyetje të deputetëve. Elmi Aziri nga Fronti Evropian thotë se ky ligj i ndjeshëm, i cili, siç tha, është vetëm 3 faqe, është dërguar në Komisionin e Venecias pa u njoftuar deputetët me përmbajtjen e të njëjtit. Me dorëzimin e këtij propozim ligji tuajin, se ende s'është propozim ligj, në Komisionin e Venecias vallë tentohet që të galvanizohet, tentohet që të vendoset një mburoj e hekurt këtij ligji, që kur të vjen në parlament, ne si deputet mos të kemi mundësi që të intervenojmë me arsyetimin se ka thonë Komisioni i Venecias, e ka thonë mendimin e tij, e ka thonë vlerësimin e tij. Ministri për Administratë Publike Goran Minçev tha se përfaqësimi i drejtë është kategori kushtetuese që buron nga marrëveshja e Ohrit dhe kjo patjetër të zbatohet. Të mos keni dilema se dikush dëshiron të fshet diçka në tavolinë. Normalisht se këtë ligj do ta shqyrtojnë deputetët, tha Minçev. Što se odnesува до содржината на законот. Исто како што во собранието е формирана комисија, не знам од кои причини, затоа што тоа се регулира со закон, има координативно тело кое што ќе биде составено од повеќе министри во соработка со Агенцијата за администрација, ќе го следи процесот на правична застапеност во јавната администрација, односно во сите институции. Aziri parashtroi pyetje dhe rreth ndërtimit të hekurudhës së shpejtë në korridorin 10, gjë për të cilën Ministrja e Financave Gordana Dimitrieska Koçoska tha se nëse nuk e ndërtojmë do të mbetet vërim e zezë në Ballkan në lidhje me transportin.